Atëherë, shohim pak sot së pari ç'është ndërhyrja Kristeller, mënyra Kristeller, po ua shpjegoj me pak fjalë, po mundohem ta shpjegoj sepse unë tani gjatë viteve më ka dërguar mesazhe nëna, por u informova këto muajt e fundit për këtë dhe vendosa të bëj diçka të strukturuar, video të strukturuara për t'ju dhënë të kuptoni se çfarë është, meqense thash do të sjell përvojën time vetjake, sepse me fëmijën e parë kisha të pësova këtë lloj dhune abstetere që quhet. Po mundohem t'ja shpjegoj që ta kuptoni pak më mirë. Mënyra Kristeller këmbgul ose më saktë përqendrohet në të ushtruarit e një presjoni, e një lloj shtytjeje, e një lloj trysnie të fortë mbi barkun e nënës, në fazën e fundit të daljes së foshnjës. Pra gjatë procesit të lindjes ka një fazë të fundit në të cilën nëna ndihet me të vërtetë shumë e dëshpëruar, shumë e lodhur dhe bëhet kjo lloji manovre, por ndonjëherë nuk vjet në dieni nëna për pasojat dhe rreziqet që mund të sjellë dhe quhet si një lloj ndihme për foshnjën që të dalë sa më shpejt. Operatori shëndetësor vendos pikërisht krahun dhe parakrahun poshtë gjirit dhe shtyn fëmijën drejt kanalit të mitrës. Quhet ndihmë, por e them në thonjza sepse sjell me të vërtetë shumë rreziqe, sjell me të vërtetë pasoja shumë të rënda me shëndetin e foshnjës në radhë të parë, por edhe të nënës së re. Kjo lloj manovre Kristeller bëhet për të mund të shpejtuar lindjen në çastin e daljes së foshnjës. Pra, në fazën e fundit të procesit të lindjes, nuk dia u shpjegova ashtu siç duhet, të mundova ta shpjegoj me pak fjalë. Shihemi videon tjetër. Ju përshëndes. Na shkruani nëse e keni përjetuar si unë. Unë për vete do të flas në video në vazhdim për këtë përvojë të tmerrshme që mund të kishte sjell pasojë te fëmijët apo tek unë vetë. Ta ndaj me nënat e faqes. Ju përshëndes, shihemi video tjetër.